nuk ka krim pa gjurmë. Sa më i madh jetë krimi, këtë rast korrupsioni, aq më të mëdha duhet të jenë gjurmët. Apo jo. Nëse ne mendojmë që Edi Rama është me drejt njeriu më i korruptuar sot në Shqipëri, unë besoj që duhet ketë gjurmë edhe për Ramën. Tani, nuk ka pikë në diskutimit që SPAK-u dhe gjitha institucionet e drejtësisë kanë bërë një hapa shumë të rëndësishëm përpara. Të gjitha ato duhen vlerësuar. Mirë po, asnjë nga ne nuk mund të jetë i kënaqur plotësisht. Themi që mbaroi me kaq këtu. Sigurisht, përfaqësuesi e SPAK-ut mund të thonë që gjithçka është në hetim. Unë prapë mendoj që prova e zjarrit e SPAK-ut ka për të qenë raporti me Ramën. Pra, a do të ketë hetim dhe a do të ketë akuzë për Edi Ramën. A mund të shkojmë ne pas 3 vjetësh prapë në këtë gjendje që hetohet ky ministër, hetohet kjo zëvendës kryeministre, hetohet ky kryetar bashkie, hetohen të gjithë hajdutët vërdall Ramës, por Rama ende jo. Sigurisht, unë kam pozitivitetin që të pres, dhe të them që hajt, po presim edhe 1 vit, po presim edhe 2 vjet, po shpresoj shumë të mos jemi pas 3 vjetësh apo pas 5 vjetësh këtu dhe të vazhdojmë të dëgjojmë historitë justifikuese të Ramës, për të cilin gjithkush vjedh rreth e qarkëti, vetëm ai jo. Tjetra, në dosjen e SPAK-ut po bëhet një punë shumë e mirë sepse po hetohen oligarkët kryesor të vendit. Dakor? Pra nga, ku diun, kastrati me Duljakun për portin e Limionit, tek, ku diun, Ulaj për Thuman Kashar, tek Shtufi, Geci, Gjoka, Ismaila, Isalilari për unazën e Tiranës, më herët Samir Mane për ligjin e minjerave, ndonse Ilir Meta është burg e Samir Mane vazhdon vërdall Ilir, sepse ka përfituar nga parashkrimi. Pra, është gjë e mirë që po hetohen dhe oligarkët, mirë po unë prap po pres që edhe ndaj oligarkëve, sako vjedhja bëhet në bashkëpunim, pra sako ka 2 palë, edhe ndaj oligarkëve të ketë akuza dhe të përfundojnë përpara drejtësisë. Gjithsesi, jam i gatshëm të pres. Ty ylli paracakosh ke përdorur një figurë shumë interesante për reformën drejtësi. E ke quajtur Frankenstein, pra, që krijesa ndërvjedh krijuesit vet. Metafora jote është e bukur, por unë prapë mendoj që është e pasaktë. Më lejo ta shpjegoj pse. Sepse ti i atribon autorsinë dhe iniciativën Ramës apo Berishës. Po mos donin këta? Ndërkohë që unë mendoj që reforma në drejtësi i është imponuar elitës vjetër politike shqiptare. Pra atyre 140 vetave u është imponuar nga faktorët perëndimor. Kam përshtypjen që faktorët perëndimor, siç mund të kenë kontribuar në vende tjera të Evropës lindore, kanë dashur që të krijojnë institucionet e shtetit të drejtës në Shqipëri duke mbështetur një prokurori të posaçme dhe një gjykatë posaçme sepse është konsideruar korrupsioni dhe krimi organizuar janë konsideruar si problemet mëdha jo vetëm për Shqipërinë, po edhe nga pikpamja geopolitike. Në këtë sens, sot ne i kemi ende këto institucionet drejtësisë, jo vetëm për shkak të mbështetjes opinionit publik, unë kam përshtypjen po të bëhet një sondazh opinionit publik, 90% do jenë pro institucioneve të reja drejtësisë, por edhe prej mbështetjes së shteteve dhe organizatave ndërkombëtare që kanë për këto institucione. Sigurisht që institucionet tilla si SPAK-u dhe GJK-ja kanë kompetenca të posaçme, kanë kompetenca si sta zotja Bilekaj të jashtëzakonshme, mirë po, kjo ndodh aty ku problemi është jashtëzakonshëm, po të kesh një paralele me ligjet antimafia në Itali. Ligjet antimafia në Itali, po e pam nga këndvështrimi i Finlandës, mund duken si shkelje të drejtave të njeriut të mafiozëve, po kupton? Sepse izolohen aty, nuk kanë kontakte me familjarët e tyre. Mirë po, problemi në Itali ka qenë dhe vazhdon të jetë aq i thellë me organizatat mafioze, sa që shteti italian vjen një moment dhe u detyrua të kishte ligje dhe institucionet posaçme për të luftuar mafjen. E njëjta analogji besoj përdoret edhe në rastin e Shqipërisë. Pra, Edi Rama del aty dhe thot gjithë këto paraburgime, gjithë ta njerëz që përfundojnë në burg, sigurisht që kjo është një situatë anormale, por është përgjigja ndaj një fenomeni akoma dhe më anormal, që këtu korrupsioni është i gjithpranishëm. Pra, siç po ju thoya pak më herët, ka degeneruar shtetin. Tani, gjithsesi, ajo çfarë unë mendoj që është një lloj miti që krijohet në opinionin publik është se ne institucionet e drejtësisë do na zëvendësojnë tërësisht elitën e vjetër politike. Pra, mjafton SPAK-u dhe GJK-ja dhe do shpëtojmë përfundimisht nga elita e vjetër dhe e korruptuar. Unë kam përshtypjen që detyra e SPAK-u dhe GJK-s është të vendosë gjithkënd para përgjegjësisë, por ndryshimi politik ka për të ardhur nga qytetarët. Nuk do zgjedh SPAK-u as GJK-ja, kryeministin e ardhshëm, deputetët e ardhshëm, ministrat e ardhshëm, pavarësisht se sa prej tyre mund të shkojnë përpara gjyqit. Këtu ka nevojë për një zgjidhje politike, ka nevojë që në rast se partitë e vjetra që kanë shumicën kushtetuese tentojnë të prekin ligjet e reformës në drejtësi, ne si shoqëri të ngrihemi në këmbë për t'i mbrojtur këto ligje dhe punën e këtyre institucioneve, mirë po edhe herë, ndryshimi politik që aspirojmë gjithë
është një ndryshim që bëhet me mjete politike dhe bëhet nga qytetarët në instancë fundit. Tani po të vazhdojmë analogjinë me grupet e strukturuar kriminale ose me organizatat mafioze, dihet që kur kreu një organizate i godasin bashkëpunëtorët e vetë më të ngushtë, ai dobësohet edhe është hapi i fundit është goditja e vetë atij. Ky është fakt tashmë që bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ramës janë duke hetuar dhe ka akuza ndetyre. Kështu që është e mundshme, sigurisht unë shpresoj, është e mundshme që të shkohet dhe tek Rama. Mirë po, fakti që mund të shkohet tek Rama, në rastin më të mirë, me një akuzë për korrupsion, kjo nuk mjafton për ta zhbërë Ramën politikisht, se nuk do të harrojmë që Rama ka 83 deputet, që thotë që ti të marrësh një masë sigurie për Ramën, do duhet që parlamentit votoj për heqjen e imunitetit të Edi Ramës. Prandaj shkojmë përsëri te zgjidhja politike. Shkojmë tek populli, shkojmë tek qytetarët, të cilët duhet vërshojnë rrugë. Në rast se ndodh kjo gjë, do të vërshojnë rrugë që tani me skandale Ballukut dhe implikimin e Ramës, por do duhet vërshojnë akoma dhe më fort edhe më masivisht në rrugë në një situatë ku parlamenti do të refuzojë t'i heqë imunitetin. Në janar Ballukut apo më vonë Ramës me shpresojmë gjithë. Pak më herët po flisje me gazetaren Lala Ylli për raportet midis Ramës dhe biznesmenëve ose oligarkëve që i quaj unë, sepse duhet krejt normale që një njeri shumë i pasur t'i shkojë në zyrë kryeministrit edhe të bisedoj kokë më kokë me ta. Tani unë prapë mendoj që kjo është shenjë degenerimi të shtetit. Sepse nëse një njeri takon kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, duhet të ketë një protokoll, duhet të ketë dikush që të mban shënime, duhet të ketë një gjurmë të asaj që ndodhi, të asaj që u bisedua dhe për atë për cilën u morë vesh. Versioni që ti shkon në zyrën e kryeministrit, kush do qoftë, dhe pastaj kryeministri merr në telefon zëvendësen e tij dhe i thotë jepi tenderin apo jepi koncesionin, që takimi në kryeministri është problematik dhe është shenjë e kapjes shtetit apo të korrupsionit. Para një viti a 2 vjetësh Rama ka pritur në kryeministri njëri që dilte si biznesmen, edhe rezultoi më duket i arrestuar si antar i organizatave kriminale në Meksik apo në Amerikën e Jugut, dhe kartelit Sinaloa. Se dhe Rama kështu justifikua aso kohë, erdhi thotë se ishte interesuar për ca investime. Jo, nuk mund t'jesh ti interesuar për ca investime, takohesh kokë më kokë me kryeministrin. Ti mund t'jesh si biznesmen, po përfaqësues i një sektori të caktuar, për shembull, nëse ti je kryetari apo je në kryesi në shoqatës së biznesit fason, ti patjetër që mund takohesh me kryeministar apo me ministar dhe ti shtrosh problemet e sektorit, jo problemet e tua personale, pa problemet e sektorit, çfarë kërkon nga një qeveri, çfarë kërkon nga një shumicë legjislative, dhe këto gjëra duhet të lënë gjurmë. Pra, të bëhen publike dhe të lënë gjurmë, përndryshe është porta për korrupsionin. Tjetra, që ne të kemi drejtësi, do duhet, o Ylli, që përveç politikanëve të korruptuar, të dalin përpara gjyqit edhe oligarkët korruptues. Kolegu yt, Andi Bushati, pati një shkrim paracakohesh edhe thoshte që ne të kemi drejtësi, duhet hetohen oligarkët, madje duhet hetohen edhe mediat e oligarkëve, ose mediat që mbajnë me paratë e oligarkëve. Përndryshe, ne nuk e shërojmë kancerin, ne heqim vetëm një pjesë kancerit, që është establishmenti politik dhe lëm establishmentin ekonomik. Prandaj unë dua ta theksoj si gjithmonë rëndësinë shumë të madhe të oligarkisë ekonomike në korruptimin e sistemit politik, në kapjen e shtetit, në degjerimin e komunikimit publik përmes mediave të kapura dhe në degradimin e gjithanshëm të demokracisë. Do flasim, besoj, më vonë për Kosovën, apo jo? Ja, do flasim, po e diskutueshme është që i thoni ju. Pse? Hajde ta diskutojmë. Jo, është e diskutueshme, s'kemi kohë shumë, do të diskutojmë herë tjetër, padyshim, pa merak fare. Por për shembull, dje kohët e shkuara, kryeministja e famshme Margaret Thatcher bëri kompromise të jashtëzakonshme duke i dhënë mundësi të jashtëzakonshme carit të medias, Rupert Murdokut. I dha gjëra që s'jepeshin. Vetëm për të luftuar komunizmin. Dhe luftoi. S'është kjo arsye. Këtu janë arsye të vjedhur. Këtu janë për të vjedhur, thua ti, e të gjitha, por e ndërlikuar Sharlin të bota ku jetojmë. Bota ku jetojmë sot është më e thjeshtë të dy forcat politike që kanë drejtuar për 35 vjet, ju janë dashur shumë këta media. Media është dashur shumë. Mbushin xhepat, ndajnë pushtetit me ta. Dhe detyra i partijeve politike është ta thotë sidomos media kryesore, i është dashur ai shumë dhe i ka dhënë
Shumë. A e pe atë rastin që sharak të kolegut tënë Blendi Fevziu, ndau çmimet për personazh i vitit, edhe ja dha Samir Manes oligark. E po mirë. Ne ty bashkë. Do ta marrin çmimin se po çmim do ri. Për të qarë, po është edhe për të qeshur.